Premtimi i Komisionit Evropian që vendeve të Ballkanit Perëndimor t'u ndajë mjetet nga plani i rritjes para përfundimit të vitit të shkuar nuk është realizuar. Ndarja e tyre nuk pritet të ndodhë së paku deri në fund të pjesës së parë të këtij viti. Sipas një zëdhënësi të Komisionit Evropian, aktualisht është duke u punuar në përmbylljen e disa hapave procedural. Për të nisur reformat, vendet mund të kërkojnë deri në 7% në parafinancim të shumës totale të parashikuar në këtë mekanizëm. Të gjithë 5 përfituesit me agjendat e miratuara e kërkuan atë. Këtu përfshihet edhe Kosova. Komisioni tani është duke finalizuar hapat procedural, të cilët duhet të lejojnë që lirimi i parafinancimit të bëhet sa më shpejt në vitin 2025. Pagesat e para të rregullta priten ndërmjet 3 mujorit të dytë dhe 3 mujorit të tretë 2025 me plotësimin e kushteve përkatëse. Nga plani i rritjes, Kosova pritet të përfitojë mbi 882 milion euro, por për këtë duhet pritur konstituimin e kuvendit me legjislaturën e re. Sipas Klisman Kadiut, këshilltari i zëvendës kryeministrit Besnik Bislimi, mosprocesimi i fondeve nuk do të ketë ndonjë efekt negativ në realizimin e reformave të parapara. Kosova ka miratuar në qeveri vitin e kaluar agjendën e reformave, gjërsa përmes këtij instrumenti vendi ynë do të mund të përfitojë deri në 882.6 milion euro në formë të uhave dhe granteve për periudhën 2024-2027. Si hap vijus është ratifikimi në kuvend i marrëveshjes për instrumentimin e planit të rritjes dhe marrëveshjes për hua. Me konstituimin e legjislaturës së re, hapet rruga për votimin e miratimin e të njëjtave. Pas këtij miratimi, hapet rruga për lehtësimin e fondeve nga Bashkimi Evropian. Nuk bëhet fjalë për pasojë apo efekte negative. Vlen të theksohet se fondet ende nuk janë lëshuar nga BE-ja për asnjë shtet në rajon. Përveç Kosovës, nga plani i rritjes i miratuar nga BE-ja në maj të vitit të shkuar, do të përfitojnë edhe vendet e rajonit si Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi, Bosnjë-Hercegovina dhe Serbia. Totali i mjeteve për Ballkanin Perëndimor ka shifrën prej 6 miliard eurosh. Nga kjo shumë, 2 miliard do të jenë në formën e granteve pakthem, ndërsa 4 miliard kredi me kushte të favorshme.